lumi frymëzimi për të bërë këtë punë ka nisur nga kënga kuksiane. E para sepse unë kam lindur në Kukës Vinga, ajo tokë aq e bukur. Dhe e dyta sepse kisha shumë interes nga ana artistike, nga ana muzikore për mua që të risillet disa këngë që kur nuk e kishin parë veten të përpunuara në një mënyrë moderne. Lumë, jo më kot ky titull, sepse lumë përmbledh 4 tradita të rëndësishme shqiptare dhe jo vetëm, siç janë muzika kuksiane, ajo arbëresh, muzika e kultivuar që kalon pa diskutim nga qyteti i Shkodrës që është djeti i muzikës shqiptare dhe prekëm pak edhe talenton, një dedikim edhe kësaj lidhje sonë si artistike edhe bashkëshortore me violonçelistin Jakub. Lumë ka marrë këtë emër sepse realisht në CD janë traditat rrjedhin, rinovohen dhe në këtë rast përmes zërit dhe violonçelit. Pa diskutim frymëzimi është gjithmonë jo një lumë çfarëdo, por luma sepse unë kam pasur edhe fatin ta shëtis dhe të gjiroj video në shtratin e këtij lumi të mrekullueshëm. Shumica e këngëve edhe preken nga luma sepse 6 prej këngëve vijnë nga Kuksi realisht, por nuk kemi ndaluar vetëm aty,